Gabimi që po bëni gjatë dushit, i cili po ju shkakton në rënje të flokut, ja se çfarë bëhet fjala. Flokët janë një pikë referimi për pamjen dhe psikologjinë tonë, por si shumë gjëra të tjera që ndodhin me moshën, rënja e flokut është deri tani e pashpjegueshme. Edhe pse faktorë të tillë si trashëgimia luajnë një rol, ka disa gjëra që mund të ndryshoni në dietë, nivelin e stresit, madje edhe mënyrën se si i lani ato. Kjo mund të bëjë një ndryshim në sasinë e flokut që humbisni. Një gabim që shumë njerëz bëjnë është larja me ujë shumë të nxehtë. Ky zakon është i keq pasi do beson flokun duke shkaktuar rënjen e tyre me kalimin e kohës. Uji i nxehtë dëmton proteinën dhe largon vajrat natyrale të flokut. Kjo i bën flokët shumë të thatë dhe të dobët duke rezultuar në këputje. Po përveç kësaj duke treguar kujdes edhe me tharjen. Përdorimi i mjeteve tepër të nxehta në stilimin e flokut të lagur mund të çojë gjithashtu në dëmtim dhe këputje të tyre, ndaj tregoni kujdes në këto raste.